kanë dalë fake sukur në gjatë shtrigave me i gjetë krejt fajet me alon freut. Ose në këtë rast, ma mirë të një të miture. Është për neve si ekspert fushës, është shqetësuese shumë fakti që të gjithë friturit janë të mundu me arsyetu një farë mënyre përgjigjen fizike ose dhunën që e ka ushtruar mesimdhënësi. Tash, na nuk jemi në pozitë, unë nuk jam në pozitë me e vlerësu karakterin ose kualitetet e mesimdhënësit si njeri, se nuk e njoh, po në aspektin profesional, mendoj që ajo që ai ka bo është 100% gabim. Dëgjova më herët edhe Avin duke ndo pajtona, duhet të përdorë nxirri i raportit, i cili ekziston. Në këtë rast mesimdhënësi ka pas mundësi me i gjetë 1000 forma se si me e raportu nëse nuk u konin gjendje me më mbrojt prej këtij të riu, po supozojmë, nëse po andin pozitë rrezikune, ai ka mujt me thirr dikon tjetër, edhe do të ekzistojnë struktura në shtetin tonin që ai e mbron veten prej të riut. Nëse i riu në këtë rast qenë ka rasti XY që është të vërtet, po supozojmë se nuk e dim. Por me u sill në atë mënyrë edhe me dal institucione tjera në mbrojtje, unë jam shumë e shokuar